Çfarë po ndodh me Belinda Ballukun, zëvendës kryeministria shfaqet me sy të nxirr. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku, njëherë ministër për infrastrukturën dhe energjinë, po kalon ditë jo të mira së fundmi. Vetëm pak ditë më parë, pasi u zbulua se është nën hetim nga SPAK, Belinda shfaqet me sy të nxirr, duke ngritur pikpyetje se çfarë po ndodh me të. Siç jete edhe në një video të postuar nga vetë ajo ku prezanton drejtorin e ri të portit të Durrësit, Libur Naliu. Pasi u godit nga SPAK, Balluku ka pësuar edhe një tjetër goditje në fytyrë. Belinda Balluku është thirrur të paraqitet në prokurorinë e posaçme. Ftesa për paraqitje mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prençi, i cili ka kërkuar që zëvendës kryeministria të jetë e asistuar nga një avokat, një praktik që nënkupton që ndaj saj mund të komunikohet zyrtarisht një akuzë penale. Thirrjes së parë që të paraqitej ditën e hënë, ajo nuk ju përgjigj pasi ndodhej jashtë vendit, por për të ka një tjetër fletëthirrje që të paraqitet ditën e premte në SPAK.